musliman për këtë qëty në fjalëve që pitam qëtasht është qëllime që te edhe one s'pako njëherë njetën tonë me provu me ba këtë vepër. Nga që ka thot Allahu Azza wa Jall, len tenalu l-birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Nuk muni me mri shkallën e nalt të bindjes, të imanit, besimit, s'muni me mri gjenetin deri kur, deri sa t'jepni prej asajna që e doni mas shumëti. Këta e doni mas shumëti, e hjek, e jep sadaka. Qka doni mas shumëti, e hjek, e jep sadaka. Na ka ne jepum? Ka ne jepum sadakana. Na jepum ato që këna bajt një 2-3 vjetë, të është s'pëna duhet ma, ja jepum. Të mënë që ato që fillojnë a mus me edasht ma, që ato e jepum. Realisht për këta, na ka ndalu Allahu Azza wa Jall me dhanë diçka prej pasurisë tonë, që edhe në qofë se na jepet neve e njëjta, nuk e marëm, nuk dojna me marë. Do të me dhanë diçka që e kin qef e mirësin, bindjen e plot e mrin kur e jep ato që ka e dënë mas shumëti. Që atër e ke mri bindjen e plot në Allahun Azza wa Jall. Nga që shka vepru Ebu Talha, njani për shokëve të Rasulit a.s. e ka pas një kapsht afer gjamis të Rasulit a.s. Mirë po kapsht i bukur, pëm, uj, ka shku Rasuli a.s. ka pi uj në këtë kapsht, e ka, që me thonë, e ka hjeshu edhe ma shumë, u konë jarëzakonisht kapsht i kajshëm, i dashër për muslimant, i vlefshëm, e kur e ka lezu këtë ajet Ebu Talha, u shku edhe i ka thonë Muhammedit a.s. ka thonë ja Rasulullah, Allahu Azza wa Jall po thotë që nuk muni me mri shkallën e lartë, deri kur, deri sa t'jepni për asana që e dani mas shumëti. Ja Rasulullah në që t'kopshtin që e kam. Këta e du mas shumëti. Kështu që mere, ja Rasulullah dhe shpërndaje të musliman qysh du shte. I ka thonë Muhammed a.s. Allahu dhasht bereqet në pasurin tane. Shumë sadaka e mirë kja. Dhasht Allahu bereqet në ta. Po, tani ka thonë diçka interesant që na nuk dim kështu. Me thëmë bire. Hajde, unë e shpërndaj. Bina neve, na e shpërndaj. Tani ka thonë Muhammed a.s. Ama ti shpërndajet të farefisijët. Me i thirë njëzit bire të une e shpërndaj. Që i ka thonë Muhammed a.s. Shumë mirë. Mirë po shpërndajet të farefisijët. E të mëse musliman, se të farefisi është sadaka dhe është lidhje që ka thonë Muhammed a.s. I forcën lidhje të farefisnore. Rasti tjetër, shumë interesant, Ebu Dakhda u kanë njani për shokëve të Rasulit a.s. i cili u kanë prezent të Rasulit a.s. E tash, një tjetër e ka pas një pëm afer shpis këtina. E ky ka thonë, apo ma shet që të pëmën, shitma, jo falma, shitma, ose ka dash me zgjeru shpinë, ose me ngjit shpinë për pëmë, edhe një